Do të fillojmë nga çmimi I parë, çmimi Icon Agency. Do të jetë çmimi modelja më e mirë në Miss Universe Albania 2014 dhe vjen për të na dhënë këtë çmim, do vinë 2 modelet, në fakt janë edhe koreografet e spektaklit ton. Vjen Nada Gogaj dhe Arentina Shakulli. Mirëmbrëma. Atëherë, modeli një çmim thash. 2 thash? Kemi një surprizë. A jeni ju 2 dhe? Jo. I qënë se këtë vit nga gjitha modelet bën diferencimin në diçka që ndoshta edhe publiku e ka vënë re. Ato janë 2 motra që janë si dipika ujë dhe neve nuk mund të ndalim. Pra, modelja më e mirë janë modelet më të mira. Lorela dhe Angela. Juroj suksese. Po, vendosim fashon. Miss Universe Albania, çmimi Icon Agency, modelja më e mirë. Fashon dhe një tuflule. Kemi dhe nga një dhuratë nga Swarovski. Suksese, urime! Suksese vajza. Çmim tjetër. Miss Fotogenia nga Studio Italiane Kolici, e teksa vjen Marco. Themi diçka për këtë mbiemër Kolici I famshëm në Itali, nga familja e tyre rrjedhin artistë të shumtë, ndër të cilët Giuseppe Kolici, që është regjizori I famshëm I filmave të Bud Spencer. Marco, vjeni qua. I kemi të huaj, duhet I respektojmë në detaj. Marco. Grazie a tutti. Miss Fotogenia e? Io volevo premiare Alessia Bami. Alessia. Urime. Vendosim fashon, po. Grazie. Dhe çmimi I tretë. Do pim shampanjë tani. Patjetër. Ti e preferon? E preferoj, pse jo shampanjën? Çmimi Armand de Brignac. Vjen këtu përfaqësuesi I kësaj kompanie Jurgen Kurti. I ftojmë të dy bashkë me Lediana A, Fratarin. janë të dy. Po, janë të dy sonte. Një Eduard Trokitje. E keni zgjedhur, e patët vështirë, apo? Është zgjedhje juaj personale si fillim? Jam kurioz të di. Që zgjedhje e të 3 përfaqësuesve të Armand de Brignac. Të gjitha vajzat ishin të bukura, por ne zgjedhëm një që të ishte përfaqësuese shampanjës. Po dhe ti që ke shumë e bukur. Faleminderit. Atëherë, vajza me emrin kush është? Alessia. Ja, mund ta thuash. Po, Alessia. Tu janë 3, 4 Alessia. Alessia Bjonde. Vendosim fashon, marrim dhe lulet.